po ajo ka vjedhur nga 90 gjërë 100%, natyrisht kur autore e parë. Edi Rama qëndron mrapa çdo vjedhje. Tani, ajo kërkon të blej shtetësi, sipas burimeve, përpjekjet fuqishme ka bërë dhe në Beograd. Ndërkohë, po interesohet dhe në vendet tjera që e kanë këtë praktikë. Thirrja ime për komunitetin ndërkombëtar është asnjë pranim i kërkesës për shtetësi të një personi që në shërbim të Edi Ramës qëndron në themel të krizës madhe, në themel të varfrimit të një populli të tërë. Imagjinoni ju 12 miliard euro. Që ka patur ajo në portofolin e saj dhe që ka gjithsej në sipërfaqe 8 rrugë të shkatruara apo 15 rrugë të shkatruara se edhe ca fshatrave. Dhe s'ka asgjë që u mbetet shqiptarëve. Do t'ishte shkelje të gjitha konventave ndërkombëtare, çdo pranim i kërkesave të saj. Rikujtoj edhe një herë se çdo qindarkë e saj është një vjedhje që Edi Rama dhe Luvi Balluku ka bërë shqiptarëve. Ndaj dhe u bëj thirrje vendeve të Europës dhe të botës, institucione financiare ndërkombëtare dhe bankave të huaja, të ngrinë me urgjencë çdo llogari të Luvi Ballukut dhe Edi Ramës, sa ato janë pasuri të qytetarëve shqiptarë. Së fundi, është dëshmia e turpshme, e re, e kontrollit total të Edi Ramës mbi sistemin e drejtësisë. Siç janë informuar shqiptarët, në kundërshtim flagrant me ligjin, me kushtetutën, por edhe ministeri precedentësh të gjykatës së lartë skapi partisë me urdhër të Edi Ramës vendosi të mbyll kapakun e pusetës me emrin Irena me 3 mbiemra. Nuk ka shembull më të turpshëm, nuk ka dëshmi më flagrante të kontrollit të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama
se sa rasti Irenës me 5 mbiemra. Prokuroria e Përgjithshme ndeti 2 vjet gjoja për të vërtetuar vendimin penal të sjellë nga shteti grek me vull apostile. Me vull apostile vendimi. KLG-ja me urdhër të Rams refuzoi të konsideronte vendimin me vull apostile dhe ka nënshkruar në mbrojtje të Irenës sipas direktives Rams 4 përgjigje, duke thënë se do shprehej veç pasi të merrte konfirmimin me shkrim nga Prokuroria e Përgjithshme. Por, pasi prokurori i Përgjithshëm konfirmoi vendimin penal të Irena Ramës, Irena Gjokës, edhe Rama mund t'i thuar se aty është një lloj. KLG-ja ndryshoi qendrim dhe ja kaloi ILD-n. Ja shtojmë dhe një mbiemër se i bën më mirë. Jo vetëm kaq, por raporti i prokurorit përgjithshëm shpallet top sekret. Keni pa ju njerëz si këta më thopë. Sklever, Tedi Rams. Çfarë mund të ketë për sekret përveç frikës nga Edi Rama dhe vetë poshtrimin që nuk duhen t'i bëhet publik Irena Rams? Prokurori i Përgjithshëm nuk ka guxuar të shprehet për Irenën me 3 mbiemra, as për dy dëbimet nga Greqia, dëgjojeni qytetar. As për prokurën që Irena ka lëshuar për të kundërshtuar dëbimet, as për falsifikimet sikur ishte minoritare. Ajo është myzeqare, paraqitet si minoritare. E keni pa ju parasysh. E keni. As për falsifikimin e formularit të dekriminalizimit, as për falsifikimin e formularit të vetimut dhe as për mos informim në KLG-s mbi këto fakte siç e kërkon ligji. Të gjitha sy të mbyllura me urdhër Tedi Rams. Prandaj fshejnë raportin, nuk e jep raportin Olsi Rama, Olsi Çela, dhe nuk ja japin palve, ndonë sa atyre me ligju tako, të interesuara. Në SPAK, i qoni tani, në skapin e partisë janë bërë disa kallëzime penale në lidhje me veprat penale të Irena Gjokës, lidhur me 1. Mos deklarimin e dënimit penal në Greqi nga Irena Gjoka në formularët e dekriminalizimit, përveç deklarimit që duhet bënte për vete në KLG. 2. Mos deklarimin e dëbimeve të saj në formularët e dekriminalizimit. 3. Shpërdorim detyre sepse asnjëherë nuk ndërmori veprime taksative të ligjit për deklarimin e këtyre rrethanave në KLG.